Një operacion I policisë kufitare në Shkodër ka çuar në goditjen e një rasti të dhënies së ndihmë migrantëve për kalim të paligjshëm të kufirit. Në kuadër të operacionit të koduar Halfway, u arrestuan në flagrancë 2 të rinj, të cilët po transportonin 15 emigrantë nga vendet e Afrikës drejt kufirit me malin e Zi. Sipas policisë në Prangaran, Eridon Aliaj 22 vjeç dhe Mirgen Fushaj 19 vjeç, të dy banues në Fusharës. Ata u ndaluan nga shërbimet e policisë kufitare në fshatin Vukpalaj, pranë kufirit me malin e Zi, ndërsa po transportonin me një furgon emigrantët të cilët synonin të kalonin në mënyrë të paligjshme në territorin e malit të Zi e më pas me destinacion vendet e Bashkimit Evropian. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin pas kontrolleve intensive dhe informacioneve të siguruara në rrugë operative për goditjen e veprimtarisë kriminale që lidhet me trafikimin e emigrantëve. Gjatë ndërhyrjes policia sekuestroi edhe automjetin e përdorur për transportin e emigrantëve, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurisë së Shkodrës për vijimin e hetimeve. Emigrantët e paligjshëm do të merren në pyetje lidhur me itinerarin që kanë ndjekur, mënyrën se si kanë rënë në kontakt me 2 të rinjt dhe shumën që kanë paguar për të kaluar nga territori I Republikës së Shqipërisë drejt malit të Zi dhe cili ishte destinacioni I tyre final.